Karburantet nga mesnata shtrejtohen për 2 deri në 2.5 denar për litër. Komisioni Rregullator për Energjetik miratoi çmimet e reja. Nga mesnata, çmimi i benzinës 95 rritet për 2 denar, ndërsa benzina 98 dhe dizeli për 2.5 denar për litër. Çmimi maksimal për litër dizel është 92 denar, Euro Super BS 95 është 87 denar, ndërsa Euro Super BS 98 është 89 denar. Mesatarisht karburantet shtrejtohen për 1.84%, vendosi kështu Komisioni Rregullator për Energjetik. Por në këto çmime nuk është llogaritur zbritja e oktas prej 2 denarësh për benzinat dhe 3 denarësh për dizelin. Kështu në shumicën e pikave të karburantit, dizeli do qitet për 89 denar, benzina 98 oktan për 87 denar, ndërsa benzina 95 oktan për 85 denar për litër. Karburantët shtrejtohen edhe përkundër vendimit të qeverisë për vazhdimin e masave që skadonin sot. Gjatë fundjavës në seancë të jashtëzakonshme u vendos që ato të vlejnë deri më 1 qershor. Nga Komisioni Rregullator thonë se në përllogaritje janë marrë parasysh ulja e akcizës për 2 denar për litër për dizelin dhe benzinat, si dhe ulja e TVSH-s për benzinat në 10%. Sot skadon edhe zbritja e oktas për 2 denar për benzinat dhe 3 për dizelin, por nga Ministria e Energjetikës është paralajmëruar se do të bisedohet për vazhdimin e saj. Çmimi i naftës në burzat botërore mbetet i lartë dhe sot lëviz rreth $110 për fuqi.